Tani filloi debati, kur ishin reklamat. Kanë frikë gjatë emisionit, nuk e thonë. Plaset fabule 2 në ekran. Alors on danse. Alors on danse. Ka pas debati keq në rrjet, më thonë, te zonë e lirë në YouTube, komentet. Vazhdoni se të lexojmë shumë qef pasaj shkeni thënë. Pra e kuptoni temat tabulla. Ka shumë pak njerëz që arrin ta bëjnë këtë debat në ekran. Pra debati në shoqëri bëhet, në studio ka frikë të bëhet. Dhe kjo është e vërteta. Vazhdoni kundërshtoni vëlla. Më them në shoqëri kjo gjë ka debat. Zien. Në studio nuk e bëjnë. Shtroj edhe një herë pyetjen e bëjmë prapë. Haroje. Surpriza është që Pacolli rimerr kontrollin e aeroportit të Vlorës. Ledi do të na shoqërojë me disa imazhe, më duket. Dhe do ta filloj këtë radhë nga Zoti Zonja. Zoti Zonja. A mund të më thuash ç'a ndodhi? Sepse për njerëzit që nuk e dinë është lajmi i fundit ky. Gjykata e lartë i jep të drejtë Behgjet Pacollit, duke ka Behgjet, ja thon gabim emrin. Me H dhe me G. Behgjet. B-E-H, G-E-T. Behgjet. Bile po ti thuash Behgjet, ai mërzitet. Njësoj shmërzitet Lapaj, kur i thon Lapaj. Dhe ka të drejtë vëlla. Ndryshojnë emrin, dakor? Edhe qori me qorin. Edhe Arlimin e shket që ja bëjnë me 2 r, ai e ka me 1 r, qori, nuk e ka qorri. Dakor? Janë njerëz pa përgjeshëm, nuk kanë etik dhe nuk respektojnë. Nuk respektojnë njerëz. E bëjnë me vetdije, more? Aq më keq akoma. Më keq akoma. Tani gjykata e lartë, se çam kapi mua sot ai. Gjykata e lartë i jep të drejtë Behgjet i ndrit Pacollit, aeroporti i Vlorës i takon Mapkos. Mapko me B është kompania e Pacollit. Në një vendim të rëndësishëm, sot gjykata e lartë, se i busqer se i duket kujton veten tani, i duket sigurisht ai vetë se unë tani jep sigur lajmet, e kupton? Në një vendim të rëndësishëm, gjykata e lartë i ka dhënë drejt përfundimtar e biznesit kosovar Behgjet Pacollit të kompanisë së tij Mapko Construction për kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, zonja zotrinj. Vendimi i gjykatës së lartë vjen pas një serie betejësh ligjore të gjata mes Pacollit dhe Valon Ademit. 2A grup quhet kjo e Valon Ademit. Duke i dhënë fund përplasjes për pronësinë, administrimin dhe drejtimin e projektit strategjik. Sipas burimeve të afërta me çështjen, gjykata e lartë ka rrëzuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së apelit dhe të shkallës parë, duke rikthyer drejtën e plotë të votës dhe administrimin tek Mapko Construction SA, e cila zotron shumicën ndërmuese të aksioneve, Behgjet Pacolli ose Behgjet është e saktë Pacolli, tashmë mund të vazhdoj punimet pa pengesë ligjore nga ana e ish ortakut të tij. Ky është lajm, duhet thënë, pasi shumë ditë ne kemi parë që këto pamje janë transmetuar gjithandaj janë bërë virale. Seb, të lutem, çfarë po ndodh realisht dhe cili është qëndrimi jot? Pra ti u gëzove sot kur morë vesh lajmin? Pra ti ishe më shumë më pranë Behgjet Pacollit apo më pranë Valon Ademit? As nuk u gëzova, as nuk u hidhrova. Pra se plasare mikja. Prapë në mes. Ore, o dje, pesi ishte dje. E pesi që ti bajti dje, raket dje. Sot është një sep tjetër. Po në fakt është një lloj si dje. Jo. Politikisht korrekt, pra është, domethënë, është i ndriti. Jo, dje mbajti qendrim vëlla. Pra mbajti qendrim, pra po të flasësh tani ti thuash Sebit më thuaj 2 llafe për e dramën, ta bën cop. Edhe po ti thuash për këtë çështje mbaj një qendrim, nuk e mban. As thua ashtu. Se nesër me biznesmenët do kesh bësh në politik vëlla. Po nuk e qonë politikën ndoshta këtë punë. Sebi jepi, se s'dua të ndërpres. Sebi do ishte humbje po të mos ishte aty. Ama se mua bëj për çfarë bëjmë burr tani se zonë lirë është kjo, kupton? Ka 23 vjet. Është shumë interesante kur ti ve këto lloj gjëra, as nuk e kam parë si biznes, as nuk jam pjesë e politikës. Unë dua të jesh se derit, por shift quhet shift leret e tjetra. Të merresh tani kush e mori aeroportin apo kush nuk e mori. Tani konflikti ishte Pacolli me Ademin. Të dy ishin në fillim bashk. U ndan, njëri u fuqizua, tjetri ra. Pastaj Pacolli tha unë kam bërë gjithë investimin, Ademi thoshte jo, po dëgjoj se më ke thënë më përpara një gjë tjetër. Pastaj njëri tha që ti je me rusët, ky tha ti je me kinezët. Pastaj ky tha që dëgjova se amerikanët se ai do ndërtoj
do ndërtoj ca shtëpi, ajo po i duhet aeroporti, apo Nuk si është lajmi duhet mirë që aeroporti. më në fund aeroporti e ka një drejtim edhe nuk është as mish as peshk? Për shembull, këtë mund ta themi. E shef, pra? Se është aeroport kombëtar, nuk është aeroporti Ti i lexoj pak, si mund të lexoj pak. Behgjetit. As i Valon. Në këtë tentativën e jashtë. Ore, po më kërkojnë ka po bëhet një revolt në YouTube, vlla. Te faqja ime Zonë e Lirë oficial, nxirre çiklet jo faj. Po bëhet një revolt. Kan vllot i bien tavolinës në YouTube njerëzit dhe përtasin, çani të lutem riktheu te debati më parshëm, te puna e kësaj, Bajramit. Rikthemi. Më thon Leri këto se nuk na interesojnë. Po ne për ata dalim Po këtu. kam frikë s'ka debat, pra se unë kthej, po s'ka debat, i ndriti Shtroje pyetje ndryshe dhe ka debat, po ta mbaroj Sebi se ndërprem. Jo, o do të presim tani, bashkë me Sebi dhe kthehemi atje ose vazhdojmë. Hajde, Rikthemi. rikthehemi. Rikthehemi. Shiko, unë pyetje tjetër s'kisha sepse pikërisht edhe unë dua të luaj gjithsesi moderatorin, vëlla. Nuk dua të mbaj qëndrime. Pyetja tjetër është me qëndrim. Qofse ju nuk ngrini dot pyetje vet, nuk është problemi im. Unë mjafton hodha topin. Ju mund të ngrini pyetjet vet. Ne podcast po e zhvillojmë këtë tani si bashkëbisedim. Podcasti ishte atëherë që ngrini dhe ju pyetje, mos më lini vetëm mua. Patjetër. Pra, s'më do marr vetëm unë për gjësi, vëlla. Dakor, edhe ti pastaj mbaj qëndrime. Po ngritë ty pyetje Podcast do mbaj unë. mbahen qëndrime, Pra, unë bëra pyetjen time, ngrini dhe ju pyetje. Po pse më nuk është qëndrim, thosh kush është kriteri që ndalon lejon parada LGBTQI dhe ndalon ku dëgjon shprehjet besimit fetar. Kush është kriteri që ndalon këtë dhe lejon këtë? Zotri, Ka kritere. ky është kamuflim. Jo, s'është kamuflim. Kamuflimi debati. Si, gjithë drejtësia është kriter. Debati Dhe ligji është kriter. Vendoset një kriter dhe çdo lloj grupimi duhet ta kuptojë që kriteri për të bërë diçka është ky dhe kriteri për të ndaluar diçka është kjo. Pra ti Nuk është kënaqësi personale, pse vishesh kështu ti mos dil. Po ti Te falesh tri mos dil. Po ti me shtë drejt. Po. Je kundër LGBTQI-s që të bllokoj bulevardin dhe je pro për Beramin. Ma thua dot? Me shtë drejt mbledh. Jo, unë thashë pashë bie kriteri kur lejon ata se jam me këta pro. Jo, mo ti je thetroshëm valla. Po mirë këta se ata. Normale. Po pra, Se vlerat e mia janë me këta. Zotri, bulevardi nuk është tëndi, mas time, është i të gjithëve. Po. Dhe këtu nuk është asnjë turp. Atë pse i prashton këta dhe lejon ata kur është i të gjithëve? Kush i prashton? O lejoj të gjithë, ose prashtoj të gjithë, me logjikën tënde. Po le logjikën time, mo logjika jote është thotë. Po pra, logjika ime thotë që shumatora më e madhe është njerëzit që janë drejt besimit. Edhe sipas Po ti thimo, ata nuk shfaqen, mund të jenë më shumë LGBTQI. Ja, po ku kjo shfaqen? Po jo, nuk dalin dot. Njerëzit Dalin, mund dalin duan edhe të dyja. Pra, Ata mund të jenë besimtar një kohë. ka dhe shumë besimtarë që kanë frikë dalin atje dhe LGBTQI-ja. Ç'a kujtove ti? Si ndalon njëri. Po pra. Tani, Patjetër. se ka, Jam pafund. e di, Pra kush është Po të kriteri? këto shprehën rrugjish, va të fe on kylesh e le tyrk. Mirë, Ne mo mirë. dalim të një tjetër. Çfarë Nuk kriteri? është kode, va të fe on kyle, gjithë- she le tyrk. Çdo lloj Po të ligji, them. çdo lloj ligji, dhe kjo është taktikë dhe iniciativë ligjore, ka kriter kur vendoset. Ka një parim i cili quhet edhe parimi i proporcionalitetit. Në moment që ti bën ndalesa, duhet shikohet proporcioni midis interesit publik dhe dëshirës të një grupi të caktuar ose të një entiteti të caktuar. Tani, nëse është ky ligj, si qëndron parimi i proporcionalitetit? Kjo është pyetja ime në lidhje me kriterin. Po të flasim nga perspektiva dhe logjika ligjore, sepse cituam një ligj, do po them si cënohet Ka publikja ligj në Shqipëri, po nuk ka ligj që në ndalon. Europë, po them, në Europë, jo në Shqipëri. Po pra, se unë këtë, Po këtu pra po çoj debatin. me modesti, bravo, me modesti duhet ta mbaja këtu debatin. Po këtu është debati pra. Prandaj ju të prisja. Hajde flasim. Pra pyetja që po shtroj unë për Pra, gjithë ka tavolinë. kishë Europa atë. Prit. Jepi pyetje. Te po Mos them qit pra. nga unë pra. Kriteri si ju duket pra që të ndalohet. Po s'ndalohet më tani, se unë po të them, vinë mesazhe, Vittoria Emanuele në Rom, tani e sheshi që dalin gjithë muslimanët, Torino dalin muslimanët. Laiciteti negativ është vetëm Francë, po tani a e do kësht, sepse është debati që logjika Dishi foton që Franca, sa të duash ke? Ziri pak. Ja, ta tregoj Për sot, unë Bajramin. foto tani. Po, bër Bajramin dhe pikërisht sot. Çuditse unë kërkova, Ja nuk ku i do. ke, ja ku ke foto nga Torino. Kërkuam me Flogertin. Ja ku ke foto. Nga Torino. Po, mi çojnë këto moment, ja ku i ke foto. Ku në ç'vend janë këtu? Shive është mbyllur Peki aty. nga- Janë të mbyllura. O stacion treni. Stacion treni pra. Po Torino. Zotri, stacion treni në Torino që nuk e di cili stacion është. Prandaj u thash pa. Po mirë, Vittoria Emanuele, Vittorio, Nuk të lëson të spekulosh zotri. Po s'është punë. Se thash më gje bulevardin kryesor dhe sheshin kryesor të kryeqytetit të një vendi europian, Çani, kjo bëhet. S'po ma gjen, po më jep stacione trenash. Po pra, sepse Marsit, e shikon pra? ne Marsit, jemi. ha pra? Po pra, sepse Po ku e ka imazhin, e nxori E imazhin. nxori ma tregoj dhe ope e oqi, se e di që s'është e ta gjë pra. Nxjerr Ta me imazh. mashtroj. Sebi mashtroj me qëllim vlla. Po jo. Sebi tha, ja Torino ku është. Qa interesi E ma ka? ktheu mua Ja. dhe më tregoj stacion treni.
Vittorio... Sa bëhen edhe në Francë ata, mund të kapi stacion treni në periferit Parisit. Jam dakord. Myslimanët dhe falen, shkret. Se ku duhet në Itali, ta e kurinalja Vatikanit, falen aty. Po pra ky kapi gabim more se po e mirë, di. a dëgjon, more i ndrit. Po nuk e shikoni pyetjen e ekranit. çfarë ka? Pyetjen More i e ndrit. ekranit. More i ndrit. Po ta shpjegoj E unë. kupton që e kam gjeografike mor problemi, nuk e kam. Ta shpjegoj Unë unë si kam mundësi se kuptoni më. Ta lidhim gjeografi me mendësi. Jam në YouTube. Arjan, Ja, Vittorio Emanuele është shesh në Rom. Po jam. Ç'është ajo? Më ta shohim çik. Po ja, pra. Vittorio Emanuele është shesh në Ma Rom. jep ta shohçi. Po më ja. Ta shohçi datën kur është bërë ajo? Po më ja. Është e sotmja. Ja. Jepja. Më jep si Një datë. sekond. Po Jo, më mund të ketë drejt. Unë sot me Flogetin kemi kërkuar gjithë mbas ditën, vëlla. Dhe janë, ke Flogetin Në të di që nuk shqiptar? dalin atje. Unë di që s'dalin më. Edhe unë. Ore, mbase në gatron Franca. Nuk e di Franca liq. ka lajt, Franca Edhe një, ka... atë foto nuk e pam ne vëlla, e Po, pe jepa, tipos, e jepa pam. çfarë? ne. Zotëri. okej, ishte... Me jepja më kalon. Okej, më rregull. E ka lejuar Italia. Shumë mirë. Nxirë shik. Franca ka konceptin e laicitetit të çan. Franca ka konceptin e laicitetit negativ. Ka plot vende në Francë që falesh. Nuk do të thotë gjë kjo lloj. Po edhe në Francë ka vende që lejohet. Po ngatrojmë religionin me politikën. Përplasja kulturore, po pra, përplasja kulturore midis krishtërimit dhe islamit ka kohë që ka rënë. Politika në vetvete është e lidhur. Italia e quan veten urlisë midis lindjes dhe perëndimit. Ne jemi i vetmi vend lidhës midis lindjes dhe perëndimit. Tani, në qoftë se ne do të duam, Unë flas për formën, sebi mi iku. Më fal, janë Unë në them ka një park. ndryshim në formë. Çan, janë në s'ka pra- Foton e pe. Jo. janë në park, jo. Më fal. Jepja më foton ta shohim në Janë burbinë. Edhe nuk manis. Jepja më dha E bukur që nuk manis. Këtu më këtu, se s'manis foton. Më falni, o Çan, janë në park. Nuk janë sekrete foto më i gjitha dhe unë. Po, S'manis foton. janë në park. do të trej, ajo është lehtësisht e Jo, gjetë. nuk e dua Po, për vetën, i e dua për gjeta njerëzit. unë, mor ta them unë, Orian. Do dëgjosh më burr. Janë në që nuk park. reagon ai, mor. Po më dëgjoj pra, nuk janë në pjacë qendrore, janë në park dhe janë brenda pallateve. Ja. Janë brenda pallateve, ja urdhro, dhe në park. Brenda pallateve. Kjo është foto që provon këtë i them unë. Po pra, Unë po them faktin, pastaj se kë provon. Ore, në sheshe Po, unë e kam thash. Ore, Gjithë andej luten. debati në sheshe nuk ka dhe këtu ti ke drejt, unë ta thash, i qëndroj argumentit. Unë më bene unë po merrem, jo a duhet apo jo. Tani, Da ju më thoni që bë pyetje thot ky. Për Unë se kam Europën, pyetjen a duhet apo jo. Përgjigjem vetëm pa Unë kam të gjeografia, të lokacioni. Se ti themi pak gjërat pa sarkazm se ndoshta si kuptojnë njerëzit. Por nuk ka rëndësi lokacioni, fare në jetën tuaj nuk. Po a Pra ka një ndryshim midis një zgëqi mes pallateve, Do- një bulevardi të a madh. do më lejosh? Apo ju shurtore në dy rastet. Shur andej, shur këtej. Jo, Ma thuaj si është vërtet. Do më lejosh të them Ka një, diçka? më fal, ka një koncept estetik që ndryshon apo jo valla? Ka koncept estetik. A ka? O Orian, dakor. dëgjoj tani. Jepi. Ka një diferencë edhe Në not mënyrën e edhe trajtimit. not Po, burrave, edhe not burrave varet në qoftë se ulesh te Oxhaku apo ulesh në fund. Po ha pra. Dhe rëndësia është varet ku ulesh. Ha? Se filloj me kalorësit, ky më tha me kryqëzata. E parë. Çfarë Të thash me ka? kryqëzata, unë E thash gjë dyta- tjetër fare. Unë të thash Fini, jemi do fini. autokton. Tani doni- Të thash gjë të kryqëzatat fare. Doni edhe Jo, ta unë të thash jemi duke qenë autokton falen në qendër Po, për dalë po të themi gjeografia gjë. që deshe ti. Po nuk deshe ta dëgjosh Më atë. fal Flogret. E dëgjova më burr. Po ajo po ishte thash- më e rëndësishmja. Po jo më valla, sepse unë kam të ndërlidhur me BE-n, mor zotri. Mor Pra, për zotri. BE-n, Nuk po merrem me ta vetvete me shpjegoj edhe Shqipërinë. unë zotri. Kur e pyetja është, më fal o ti. Po ja, BE-ja, a ndikohet që Shqipëria është myslimane? Jo. po, mor po. Jo. Po, Atëre, mor, mund të po. debatoni Mund bashkë. debatojmë Mos të bashkë, shif mua, jo. jepi. Unë e thash, Mos të shif mua, jepi aty. Okej, Po. jo. tani, prandaj ja thash dhe Se pyetjen, po. prandaj ja thash dhe pyetjen më herët i Ndritit, se unë e kisha përplasjen me Indritin, Okej. kur i thash Rama që ata e thonë është burr i mirë, për ty me që e thotë Europa është burr i mirë. Po ka vajtur Rama më dhe me brekushe, me identitet pra, islamik i veshur. Ku e pata unë thelbin? Unë mendoj se, prandaj thash dhe të tjetrën, që për atë Europën, vetëm fishta ka guxuar të flasë, që duhet të them që një ditë pasi ndodh ajo që ndodh në atje, kur ata shohin, dhe prandaj të mora dhe shohin në Bruksele kështu me radhë, njerëz që falen, për ata do të thotë lindje vlla, jo perëndim. Dhe për ne, kjo që ne përfaqësojmë edhe unë dhe Marsidi dhe ti, e më the tash, është një kresh, një përplasje me Europën, e cila do të na kushtojë dhe jo më kot ndoshta politikisht, Rama, shkon atje dhe luan stik. Hajde ta diskutojmë. Po nuk ka të bëjë me Është fen, kulturore, është estetike, nuk ka të bëjë gjithçka me fen, më. fare zero nuk ka të bëjë me fen kjo. Ata si qytetrim, si kulturë, si koncept, ata e trajtojnë lindjen ndryshe, që nga forma se si i shohin, që nga mënyra se ku i
pozicionojnë të bëjnë qiqin apo të falen, e gjitha me radhë. dakord, këtë Dhe mund të debatojmë. Kjo për neve është një gep, kjo nuk do të thotë që unë t'i them nënës, gjyshës, motrës, familjes time, bëni të kështerët na marrë Europa, më nuk po ju them, unë nuk marr guximin që ja them të Europëve. Po unë po ju them që po, ata, neve, na shohin si mish dhije dhe na shohin shtrëmbur. Kadereja, një brillant i vepar që kanë ngritë debat para shumë viteve që se e mbani mend. Ta diskutojmë tani Po, këtë. ja, ta Tani, ka një gjë, vetë Bashkimi Evropian e ka bërë këtë kërkesën për të antarësuar këtë Shqipërinë dhe këtë Bosnjën dhe këtë Maqedoninë dhe këtë Kosovën. Jo, është e kundërta. Këto vende kanë kërkuar të antarësohen. Kanë kërkuar me si është ajo, ka qenë komunizëm me iniciativë nga poshtë, miratim nga lartë. Jo, zotri, jo. Jo, nuk është ashtu. Nuk të lutet BE-ja të futesh. Jo, nuk të lutet BE-ja, ta flasë. Kroacia është muslimane, BE-ja Bullgaria është nuk të muslimane, lutet. Malizi është muslimane. Edhe Serbia është e krishterë dhe nuk është BE. Si ka mundësi... Serbia është e krishterë, nuk është BE. Moldavia është e krishterë, nuk është BE. Tjetër, po mos natro një konjunkturë, se ti e ti mirat Po, që pra, s'ka të bëj me fen në pra, rastin e është atyre. konjunkturë, funksionon Në rastin e konjunkturë. atyre. Në rastin Po tonë, thotë që në BE funksionon konjunktura. në rastin... Dhe jo feja. Po deri tani nuk kemi një rast pra, dhe prandaj Tani ka një gjë që unë deri do me ndërprem- të po flasim ne, BE nuk Arjan, ke një unë shtet me ndërprem- mazhorancë Arjan, unë- islamike. Pik. Nuk ka se të pak shtete. Unë më ka herët po flasim- ironizoja duke thënë ata do thyejnë një tabu për ne. Këtë po Tani them kush e unë. ha këtë? Ju Kush e thoni, ha? një po gjë. jo pra, po e Indriti nuk ishte i dakord me pyetjet. Ne duhet shtuar ta- pyetja ndryshe. Po. Pra të bëjmë emision tjetër. Le të bëjmë Unë s'jam përgatit për emision tjetër. Ajo Ideja është është kjo. përgjigja që ka ai ndaj pyetjes. Po ideja është kjo pra tani. pyetje. Ne duhet së paku ta diskutojmë. Po atjetër. Pra së paku ta diskutojmë. Qofse flasim 4 vetë në të njëjtën Ke të kohë, drejtë. kjo nuk është Jo, këtë europiane. drejt. Po vetëm, a diskutimi, a mund të mbështetet? Mund të mbështetet Mund të mbështetet mbi një tull që e kemi të Bimi gjithë. tull është diskutim. Po, pra, se po aty më ikë ku dhe tullat ndërpreve- tjetër, s'ka më debat. Aty ku më ndërpreve, Jepi. Bashkimi Evropian ka dashur të antarësoj vetë vendet e Ballkanit. Unë të kundërshtova thash jo. Unë po të them që është po. Janë këto vende që kanë Po të 30 them që vjeç, është po, më kanë lejo 30 të vjeç që mbaroj. kanë kërkuar të hyjnë. A është vërtet Arjan, apo jo? më lejo të mbaroj, më lejo të mbaroj dhe ta them dhe unë argumentin Po tim. mos themi gjëra që nuk janë. Jo. Perëndimi, jo vetëm që i ka lutur për të futur, por ka bërë dhe luftë për t'ja marrë lindjen Bashkimit Sovjetik dhe për të vendosur flamurin e vet. Dhe ju është thënë, ditën e parë politikanëve të vendeve të Europës Lindore duhet kërkoni ju që ta antarësoheni tek ne. Se bën këti kërkesë, ai po bën ka procese se bën kërkesë ti, kur s'to do dhe kur nuk ka interes. Pra, jo që i ka ftuar për të futur dhe ju ka thënë elitave politike ju duhet kërkoni dhe të shpallni antarësimin BE si një interes vendit tuaj, por ka bërë luftën e ftohtë për t'ja marrë Europën Lindore Bashkimit Sovjetik. Kjo është fakt historik dhe është e vërtetë. Është bërë luftë që t'i marrë shtetet, burimet njerëzore, burimet ekonomike dhe gjitha llojet e burimeve të tjera. Pra e ka bërë Amerika me shtetet e Europës. Pse Turqinë nuk e Me fusin? Turqinë nuk kanë rënë dakord Ja, pra, sepse ta ne bëj ta pyetje, them unë. po më le të bëj Ta them pyetje, unë. po më le ta bëj pyetje. Me qenë se Atë që isha thotë- unë në modin e përgjigj. E pra. Okej. Se Turqinë se po të fusin përgjigjem atë unë. thotë ai. Pse pra Turqinë nuk e fusin nga që është islamike, me zhërancë islamike, po thuaj se e gjitha, apo nga që është fuqi e mesme i konkuron Francës? Nga që është fuqi, në negociatat midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian, që kanë qenë me dëgata të tëra, pikat që kërkonte pala turke kanë qenë njohja e zonave të influencës në Ballkan dhe në Afrikën e Veriut. Dhe në çështje të tjera, pra çështje rivaliteti dhe shtetet e Bashkimit Evropian nuk e kanë pranuar. Ivo, që ti për bëjmë arsye shkurt rivaliteti. argumenteve. Po. Flogjer, të lutem, debat nuk e bën dot nëse se ke mendjen. Jo, e kam. Tani, për BE, në lidhje me çfarë ka thënë... Pyetje tjetër para që mos ndërpres. ti Ja përgjigjem, ja s'u them përgjigj. diçka. Më falni, Marokut. A doni ti ashtu? Po. Ta ndihmoj Jo, bisë. Marokut. Pse ja hoqëm me erdhë pse vin mesazhet Po, po Vietnamin po ti përgjigjem një Flogertit pastaj mesazheve. Po Forgeti nuk bëri pyetje. Jo, ti përgjigjem debati çfarë tha me cilën nuk isha dakord. Ta lexoj këtu unë dhe pastaj. Lexoje, po ti. Marokut, pse ja hodhën poshtë kërkesën për të antarësuar në vitet 2000? I është bërë kërkesë. Po. Ka bërë kërkesë Marokut, antarësohet në BE. Pak njerëz e dinë këtë, s'ju intereson. Publikisht thanë që gjeografikisht Maroku nuk është në Europë. E thanë publikisht. Dakord. Po Gjeorgjia dhe Armenia, a është në Europë? Ato në fakt ndodhen në Azi. Si qëndron kjo punë? Çështje interesash. Është çështje si në rastin me Turqinë, çështje interesa. Sa, nëse një ditë ta shtojmë ndryshe, Shqipëria nuk do bëhet pjesë e BE-s, do i thonë jo. Po. Unë sigurisht nuk presja ta thonë nuk e futëm sepse është vend islamik. Eksakt, ja pra se këtu duhet Nuk do e ta. thonë kur këtë gjë. Bravo. Dhe Këtë debat të bëjmë. prandaj kënaqësia ime është të bëjmë një debat që nuk do e thonë kur publikisht. Po, le ta bëjmë këtë debat. A, bravo. Gjergj Fishta Më ka në thënë, fund besoj më ndoqja apo jo? Gjergj Fishta ka thënë atë shprehjen për Europën sepse ka qenë
emocioni pas konferencës së Londrës. Shumë mirë. Dhe mënyrën se si e ndau Europa. Në një kontekst tjetër mund të thuhet Në sërish. kontekst tjetër. Në kontekstin e sotëm nuk kemi asnjë arsye për ta thënë. Pa ju thoni, a je dakord kur marr takos sot për Edi Ramën që është burr i mirë? Jo, nuk jam dakord që Edi Rama është burr i mirë, Ja, këtu është- ama s'është kuptoj debati. diplomacinë. Po për një vali Do sekondë. më thënë, kuptoj diplomacinë që diplomatët do të të bëjnë dhe Tani komplimente. ti kuptoj dhe i gjë tjetër, që ata... kanë vendime politike, ata- nuk shbëllim fal, ata jo, kosit, po rrit e feja unë. Ata nuk kanë për ta thënë shëndet, këtë vërtet. Të gjithë e thonë më në zëmo, në Europë, Jo, në Parlamentin Europian, publikisht, mo, në publikisht, Komision, si propagandë. Sarkozy ata ka thënë publikisht, nuk mund të bërim pjesë të klubit të BE-s një vend islamik. Bravo. Jam neve mirë mbanon. Tani, shumica... Tani këtë të vërtet, vëlla, shumë njerëz e marrin dhe nuk e lënë më njanë se nuk ekziston. Shumica- Ajo është e vërteta, zot. Arjan, shumica Ajo është e vërteta. shumica Shfaqet se i bën- e burokratëve Pra, dhe e ja. politikanëve, Ç'më shikon ashtu? do më gjosh pak o Arjan. Apo s'të intereson fare? kjo? Intereson, mos më intereson. Jep. Më jep Po do pak, më pyesësh ta them kam mendimin tim. nevojë për këtë. vëmendjen tënde. Ti jetë poshtë të lapsë, por nuk. Jo, më pse jo dha Se poshtë. nuk është çështja që të Arjan. intereson, pra prandaj jepi. Europianët, Ja të provoj flogjet. propaganda europiane, mos bjerë për e provokimit mërës. Jo, më jo. Dje ka qenë brillant, ë? Edhe Propaganda europiane Jepi. nuk do ta thot aq trosh sa Jo, nuk e ka thot zyrtarisht, mo. Sarkozia, Nuk e thot kur, zyrtarisht, më asnjëherë, po. por ne dim mërzitet që muslimanët e ne vetë që dim kanë që votuar. Dihet siç ajo. citon Marsidi ata të antikitetit, gjua është bërë për ta fshehur të vërtetë. Jemi dakord. Dhe arsyet për cilat ndodhin disa gjëra nuk thuhen kur. Për shembull, kur ka goditur SBA-ja Irakun, e goditi për të transportuar demokraci, jo për të marrë naftën. Nuk e thon kur, po kupton? Pse na kanë futur në proces të antarësimit? Meqense ne që kemi vend musliman, Na që kanë ata nuk e futur, pranojnë. mirë the pra, Turqia mirë ka pra. 10 vjet që është Po, proces. pse na kanë Po, futur në po ne proces? kemi ngelur në proces, ky është Po problemi. pse jemi futur në proces? Se nëse Edhe do ishte Turqia ajo ishte e futur futur në në proces. një sekondë. Se duhet një mash për të bërë një Dakord, luftë pra. nervash Dakord, nëse ti po thua, geostrategjike, por kaq. nëse ti po thua, Por jemi kaq, vend ne jemi gati, Marr. Rama ka shkuar gati, Lakuriqa, je I ka ulur po turret, pa veto, pas gjë, dhe ata thonë, okay, do ta shohim dhe ky është një variant. Pra ne jemi gati, Ka ju një japim gjë. gjithçka dhe ata Nëse nuk na ti po marrin. thua, Dhe nuk na po, marrin po, jo se po, janë kupton. qita që falen aty. Jo, Po më se bërë, janë çfarë ata, kanë se janë ata kulturalisht Nuk po kupton dhe nga gjitha Nëse nuk na aspektet pranojnë, mos durues të kësaj gjës. Bravo. Ka një ke gabim. Nëse ata nuk na pranojnë se jemi vend musliman, nuk t'i hapin negociatat fare dhe të thonë... Se janë po turqismo Fal- të tri fal- kanë fal- pesë sepse herë kanë problem Çfarë për do vend thot- musliman as çfarë do Turqi. thot hapi negociatat? Pra pse të kanë ftuar për të futur nëse je vend Atë musliman? kanë futur, mo. Pse? Po pse të Se kanë kjo ftuar? është shkosh në dasëm e të të mbyllin derën. ndritur, të bie argumenti. Jo, nuk bie argumenti fare. Pse kanë futur kanë Turqin, hedhur po, miliona dollar Pse kanë futur Turqin negociata ka kaq kohë dhe nuk Ka dhe nuk një e gjë pra pranojnë. Turqia është çështje e rivalitetit politik. Nuk ka mbyllur procesi me Turqinë se është vend musliman. Ka disa arsye pra. Po ka një arsye që Turqia ka Ata kërkuar e thonë gjithë nën tavolinë, mo, nuk e thonë asnjëri Po çfarë publikisht. thonë nën tavolinë se varet se me këtë takohesh? Me njerëz që kanë udhëhequr shtetet europiane Cilat e zotëri. kanë udhëhequr shtetet europiane? Se mora një shembull pra. Por e mund të jetë radikal Por brenda. po të ulesh sot me Emmanuel Macronin, me këtë gocën simpatike, quhet Manuel Macron, këtë okay. burrin më fal. Po. Po të ulesh me këtë vëlla nëpër tavolina, se I shpëtojnë gjëra Po. atje, ba. E thot këtë gjë. Po, këta nuk Publikisht bëjnë ta thot politik kur. ta. Sepse ai A mos duan dhe këta, Arjan? E votuzve. Arjan, a mos duan dhe këta të fshehin interesat e përplasjes politike duke justifikuar me fe? Pra ky Macroni që thua ti? More deri tani. Mos duan këta Ore, pyetja ime të përdorin fen për interesat e tyre E shikoni pra që që po vini- përplasen? e shikoni pra Po që vim tek debati debati, i pra vlefshëm. vendosëm që të bëjmë debat. Ne po e paraprim debatin, ne po e paraprim. Ne po I paraprim Në Europë ky debat ekziston, në Shqipëri nuk bëhet. Pyetja është e thjeshtë, pse të ftojnë nëse je vend musliman? Sepse thua nuk e kam prioritet. Ta thash pra. Të ftojnë të lënë të dera më Pse për të të lënë të dera? Çfarë ju duhesh të dera? për E ke lojë kërkuar ti, geopolitike. mos kaptura ata, Nuk e ke kërkuar ti, jo, nuk e ke kërkuar ti. Komplet. Jo, jo, Nuk e ke kërkuar ti. Ore, për lojë geostrategjike që e ka shpjeguar edhe mbrëm Lojë Stebi, strategjike mos kundër gabofsha Maqedoninë e tjera konjunktura, por në finale na po, kanë do marrë, thonë vetëm për lojë na strategjike. kanë marrë, po mor vetëm të japin pak bukë të mbajnë aty. Po. E kupton? Që mos Dhe vesh pastaj kur Dhe vjen vetëm për faktin që je musliman. edhe për faktin që Po për të tjerat.
Edhe për të tjerat, por sepse kjo të tjerat është në një mund arsye të- pa shpallë. Fal, ato që politika thot, unë i marr me rezerva. Po pra. Ato që nuk thot, përpiqem ti devulgoj. Faleminderit, Flokër. Ti po thua që ne E nuk prandaj po bëhet Se kam debat thënë të kur. sonte. Tani të Pra, bëj pyetje. Ti s'po merr pjesë, po shumë gabim, se është terë për ti. Jo, kam një pyetje për debat, ti. pyetje dhe përgjigje. Indrit, Shkunduri, se ti mendon që kjo që unë them është një gjithë të gjëra që ke lexuar në vend të Jo, nuk e mendoj. hidhje këtu sot. S'është fare? Nuk e mendoj. S'është fare. Shqipë komplet. Se ka një gjë, domethënë, Do ta shohësh emisionin do që t'jemi kuptosh. fal, që t'jemi të ndershëm, ne do të themi që në rastin më të keq, në rastin tënd, dëgjoj Floger, kjo që thua ti, mund të më thuash ti mua, mund të jetë një arsye, por është minimal. E thamo, është debati Tani, orës 2. unë kam vetëm një pyetje, me që kjo është një arsye minimale, e vogël fare, atje me 2%, si ka mundsi nuk thuhet kurrë më burr. Se mua Ne je marrë me çështje periferike fare. për çështje kaq sensitive, jam shumë i habitur që Europa nuk flet kurrë valla. Dhe ndërkohë, muslimanët nuk i trajton mirë ngjirin e saj. Ora, pse Lagjet Europa- në Gjermani që janë turq, janë të mbyllur si rinë turq. Se rumunët i trajton mirë, në Itali. Rumunët i trajton mirë. Janë racistë një lloj tjetër, por ama Jo, te janë nuk ka të sensitiv. bëj, shiko çfarë ndodh. Po pra. Të të përgjigjem tani. Ja pyet Sebin se Jo, ka më fal Indrit, se sot u bë çik lëmsh emisioni, urkojnë ndjes. Pa e bëm vetë lëm. Ishte fajin. Po s'ka gjë. E mbaj unë e E mbaj. bëm vetë. Moderatori ka fajin për kur gjërat nga ndonjëherë bën me zhurmë dhe Nuk ka problem. Është fajin e bëra sot me kast, e bëra me qëllim vëlla. Mi më lejohet, nuk është se E kam kemi bërë diçka për herë të strikte. parë, se unë zonë isha njëri që dëgjoj. Sot e bëra me qëllim vërtet. Po të shkoni në formë, thot. Jam? Po le dio, duhet të ikim pra. Qetësoni dyshek. Po, duhet qetësohemi Po pak. Marsiti dhe Sebi do të flasin. Marsiti foli. Eftova se bin dhe tani që flisim. Sebastiani vetëm më qesh nuk e di ku do të dali, po unë e Ai pres. është i bindur që këtu s'ka debat vëlla. Unë Nuk fola debati me mendimin tim. gëlon, nuk ka Do debat. të jenë në rregull. Sebi. Unë s'ka debat. Unë jam i bindur që s'ka debat. Kjo për mua është një pyetje e madhe për Sebin sot. Është më shumë politikan Sebi se sa... Duke e ditur Indriti se të motorë, po. dijen që ka. Jo, po jemi s'ka të debat. drejt, jo amator. Unë sot Ballë mos kompetencën Po e deshe Sebi. përgjigje. Tema të rrezikshme. Lere vlla, do Gjyë. shkosh emisionin, do fillosh, do ulumtosh, do thuash mos, pas kam Nga gabuar. leximet që kam bërë, Prit bëjmë gjithë nga ato vendet të që kam jetuar, këtu nuk ka debat. Unë nuk bëhem as ekstremist shqiptar, as ekstremist evropian. Unë jam shqiptar, Ti mendon që janë çështjet e ekstremit do? po, janë Unë them që çështje janë tek. Ja, për në Arjani këtu thot janë racista europianët, thot. Pas ka plas debati në YouTube. Por unë të them po bëhet na me burrun, prandaj hoqja Pacollin, hoqja Pacollin dhe hoqja edhe një çështje tjetër që kishte Velian. sot. Edhe Velian që mund të shkojnë, mund të rikthehet bashki hoqja, sepse po bënin protestë në YouTube, pra po them, te Zonë e Lirë Official në YouTube po bënin protestë. Revolucion. E hapa dhe kishin bën kështu duar, ato vinin nga këto çan. Mua më komplimentojnë. Pita Ulinës ktheu Mua dhe kjo. më komplimentojnë, më thonë për herë të parë ky miu po flet tamam. Urdhë. Sipas Po- sipas Sebit, se Marsiti mundohet të jetë brenda, po nuk është akoma. Sipas Sebit nuk ka debat. Indrit e falenderoj që po përpiqet i shkreti i rrethuar nga të gjithë ne të flasit dhe nuk po e lëm, dhe falenderoj Indritin për durimin që ka. Unë i kërkoj Po, ndjes. kështu janë politikanë të rinë, fillim janë shkret, pastaj s'lën të flasësh ty. Unë i kërkoj ndjes se e te prova pak. Le t'ju bëjmë xhiron Doreland, qetësohemi pak se Marsiti dhe unë kemi nevojë të flëm pak mbas ditën një Po, Rikthehemi, Më mirë ecim se ngecim. bravo, rikthehemi prapë te kjo, te Bajrami. Gëzuar Bajramin të gjithëve ju që po na shikoni tani, një debat i paparë në studio, falenderoj Indritin dhe Flogertin, shumë të apasionuar pas debatit, Sebi është sonte komplet jashtë loje, po s'ka problem, një ditë po, një ditë jo, dje ishte brillant. Marsiti nuk po kuptohet akoma, nuk po e nxjerr kokën, Marsiti është tmerrsisht i zgjuar. Dhe po donte Marsiti ngritë pyetje të mëdha për këtë debat, nuk do t'i ngroj, për arsye që ju mund t'i imagjinoni lehtë ose jo, shkruani reagimet tuaja në Totus. Unë do lexoj pas pak komentet. A dhe reagoni në YouTube te Zonë e Lirë Official që Ledio e nxjerr në ekran, bëni ju subscribe. Ne po dersitemi. Nuk ju vjen keq për ne? Bëni subscribe. Nuk më do më? Marta? Ku e lamo dha që ndërpreva unë? Se duhet ndërpres mirë pasere. Ku e lamo, Floger? Po diskutoje me Sebin, në lidhje pse s'ka debat. Po Sebi tha nuk ka pra ne, shti them Sebi. Nuk do, nuk do, burr. Nuk do, më Ti përmend Kadaren. Mua më ka të pëlqyer Recep Qosja te replika. Na urdhë. Tani çfarë Tash Ndërkohë nuk thot, por ndërkohë nuk thot që Kadareja ka gabim. Se mund thot Kadareja ka gabim, nuk e thot. pëlqyer Qosja më. Duhet me qenë korrekt me Kadare. Ore, më fal. Mua më ka pëlqyer Qosja. Për mendimin tim, Kadareja ka bërë një sprov shumë interesant. Mund t'ja kujtojmë mirë. Ka një sprov Kadareja për identitet, Islamin ka në një- Shqipëri dhe për krishterimin. Po Se pra, njerëzit nuk e mbajnë. Kadareja ka një tezë që thot rikthimi në fenë të parve. Po dhe argumenton apo se mban mend, se mund të japim çik, mund të sepse elaborojmë pak. ne thot kemi humbur Evropën. Feja e të parve në Shqipëri janë paganat, me thënë të drejtë. Opa, iku.
E kupton iku te paganët, mbaroj historia. Mbaroj, valla. Kadareja e zgjedh datën vetë. Hajde ikim që jesin ato akoma me 4 Tani tonë. a do ta them, tani a do ta them çfarë? Ore dakord mo. Ai shkreti ka Kadareja tezë që nuk vetet e paganët. Ti thua, jo Ismaili, ke gabim Kadare. Duhet shkosh te paganët. Po ç'munduri mo? Je sofisti papar, Lene. Je ta bën protagonist. Kadareja. Por unë kam për një tezë për luftën në Ukrainë, valla. Dakord? Dhe rolin e Europës, e Bashkimit Evropian. Sebi më thot, jo Arjan, kjo teza jote bie, pse s'ke futur Iranin, mos e kam për Iranin, e kam për këtë. I vikën te paganët, ore Kadareja, valla. Po pra dhe unë po them më Lere paganët. përgjigj. Ore, a ishte replik tani? E ka gabim. A ishte replik? E ka gabim Kadareja. Por ti zotri. Ishte replik. Replika është midis qoses dhe Kadares. Jepi. Mua më pëlqen qosja, kaq e thjeshtë. Po, Kadareja ja fut kot. Më rëzo Kadaren, Po bravo. pra, E shikon pra? sepse Kadareja thot Jepi. një gjë shumë të thjeshtë. Ah. Do kthehemi thot në fenë të parëve. Pyetja është, cila është feja e parëve? Do kthehesh në 1500 me Osmanët, do kthehesh në vitin 1000 me Bizantinët, do kthehesh në vitin 0 me Romakët, 400 me Romakët. Si pastaj Me kë do kthehesh? Por ke ka fjalën Kadareja? Po pra Te ka, se je fort. Kadareja dilte te tregu i rrobave të përdorura në Francë dhe gjente ide të përdorura. I merte dhe i blinte. Dhe gjente ca dhe thoshte, në Siri, në shekullin e 8 është hapur beteja për çështjen krishtërim islam. Duke thënë këtë lloj gjëje, vinte dhe thoshte, ne thoshte duhet kthehemi në fenë të parëve. Po pse do Ja fuste kthesh? kot Kadareja. Po jo nuk po them ja fuste kot apo plot. Një personalitet si Kadareja nuk ja fut kot. Kadareja kishte Dekonstruktohe me inteligjencë. Kadareja kishte një tezë dhe Kadareja kishte të drejtë në pikpamjen e tij, sepse Kadareja thot, ne thot jemi pjesë e Evropës. Ne jemi pjesë e Evropës dhe si musliman, nuk jemi vetëm si të krishterë katolik që donte Kadareja. Jemi dhe si ortodoksët ku i kemi ne? Apo e caktojmë ne në vitin 1082, se 1081 ka qenë ndryshe. Kur ndodhi skizma para skizmës. Kjo lloj logjike, po pra një sekond pra. Kjo lloj logjike është logjik për mendimin tim, nuk më pëlqen. Mua më pëlqen përgjigjja e Recep Se më Qosit. kjo është analiza Po pra dhe më pëlqen mua, s'më pëlqen mua? Po pra dhe Se më këtu e redukton analizën. Ore, qytetarët le ti lexojnë të dy. Jo, Shqiptarët. fjala më pëlqen mua më rëzon analizën, valla. Pse? Jo më pëlqen mua, por ne këtu s'po flasim për, ne nuk po flasim që të kam nxjerrur ty një pikturë dhe valla nuk më pëlqen mua kjo. Recep Qosi s'është debat. Debati s'është Po ky. pra dhe Recep Qosi i thot Kadares, zotri i nderuar. Si thot nuk më pëlqen mua. Po pra mundohet t'ja japi argumente të kundërta. Po pra i thot, zotri i nderuar, shqiptarët nuk janë nga Vermoshin Konispol siç janë kokën tënde. Shqiptarët janë në të gjitha trojet shqiptare. Dhe kujdes, ka thot njeriu që quhet Ismail, ë, ai Rexhepi. Po pra njëri Ismail tjetër i Recep. E pra. Dhe ky Ismaili e ka bezdi pse e ka emrin. Është naiv ky Ismaili thua ti, që e lëshon këtë tezë. Shumë naiv është. Shumë naiv. Pra, sipas teje, Shumë. Se me idenë e Ismailit, kur bëjmë me kinën, do bëjmë të gjithë konfucianistë, se kështu i bie tani. Me që qënë ka do futemi këtu, ne? Ne jemi një pjesë, ne jemi Po pra, pjesë se e kështu i Europës. bie tani. Po pra, dhe si pjesë e Evropës, ne jemi pjesë e mozaikut. Europa që u ka Europa ka qenë e krishterë, më ka qenë, është akoma. Qa thumë si Do bëhet një ditë muslimane me arab plot. Andaluzia ka qenë me musliman me arab plot. Po janë zona ato janë klava të vogla. Po janë klavash më historikisht më kështu ka qenë. Janë shtyr, si janë shtyr. Janë shtyr, s'kan shtyr. Është shtet me fejet shumicë islamike apo jo? Spanja është vendi që sot e nderon më shumti se çdo vend Po nuk tjetër thash trashëgiminë e vet islamike. More këtu përgjigjem molla. Janë vende me shumicë myslimane këto vende apo jo? Se në këtë debat e Jo, bëjmë janë fundim, janë vende me shumicë ateiste. Çfarë do thotë kjo? Si ato i Po, thonë, janë të krishterë. Franca i ka shumicë ateiste. Norvegjia i ka shumicë ateiste. More Çekia i ka shumicë ateiste. kulturalisht në peizazhin e tyre kulturor dhe urbanistik. Është kisha mos zotrini qendër. Jo, s'është kisha. Nga e diti këtë që. Atëre debati këtu. Po ç'ë lidhje ka kjo tani bra? Kisha në qendër në Europë. Për çfarë? Për çfarë është kisha? Atëre, stop një sekondë, jepi marsit. Se do bëjmë debat tani lat nambe ju burr. Realisht, Gjela unë duke bërë debat me të ftuarit. identiteti evropian është krishtian. Ta ndërprisja edhe këtë tani? Identiteti evropian është mendimi Tani kritik. do të bëj debat marsiti pra.
Ky është identiteti evropian. Nga perspektivë, Të qenit e zhvendos, identiteti evropian është mendimi kritik. Në bazë ato logjike, Identiteti me që të pëlqen, me që të pëlqen filozofia, fillon me Kantin, me atë që quhet sapere aude. Fillon me një mendim, fillon me një kritik të mendimit dhe fillon me dashurinë për dijen. Po pra, po tani Po ndron premisën mos zotëri, ai po të flet për pse po të ndroj? Ja dëgjoj. Për çfarë po ta ndroj? Evropa Po lere më të flasi, e fole më burr. Lere të flasi jo burr. I pas ka dhemër kundërshtimi jot. Patjetër më vlla, sepse unë kur respektoj një njerëz vlla, nuk e pas thua më vjen keq ai mos marrë pjesë, unë respektoj shumë Sebin vlla. Jam dakord dhe ty të pëlqen mendimi i Sebit dhe prandaj nga Prandaj o burr, deri nga ferra. E pas herë çuditem që nuk vjen në dyshim. Shiko, unë e kuptoj dyshim. Jo, unë vën dyshim reagimeve të tjera tani. Çani e ka dhe mua pëlqen. Çani e ka që do të dalin nga ferra të gjithë dhe dalin shesh. Dalim nga ferra më burr, dalim nga ferra. Dhe ty s'pëlqej kur Sebi rrit në ferrë, se s'do dali. Do të tanohet. Dhe kur e nxjerr me zorë Sebi nxefe, dhe unë e kam qef. Ore kam Problemi është ja ta them, mendimi, unë dëgjova pa tash. Filloj bërtas dhe unë të recitoj. Nuk dhe lëmë të ndërpresi, jepi masit. Teologjikisht është e vërtet që identiteti kulturor i Europës është kristian. Kjo është e vërtet. Dhe realisht kur përplasen dy identitete kulturore, ai islamiku me kristianin, o do aneksohet një identitet, pra do e përvetsoj këtë identitetin tjetër, ose ky identitet i ri përvetson domethënë identiteti kulturor që është e kundërta e tij. Tani risku që ndjen në Europa dhe ky është shqetësim real dhe qëndron. Ka problemin sepse ka vënë re që entitetet caktuara, siç janë për shembull turqit në Gjermani, nuk janë integruar, pra nuk janë asimiluar nga kultura europiane. Vazhdojnë po me atë traditë. Jo vetëm turqit. Afrika Veriore. Afrikanët po. Dhe ideja është që ata e dinë rrezikun ose rrezikun që derivon ose që rrihet, sepse në një problem, në një moment tjetër, sepse ata kanë studime, kush kanë më shumë linçëri të lartë, kush krijon familje, kush i mbajnë ponita dokë, zakone, e ndjejnë të rrezikun e humbjes së këtij identiteti. Dhe është debati më sot, po ngrihet AFD-ja në Gjermani, dhe Sebi nuk e kupton. Po pra, dhe kjo është bazamenti. Po ngrihet Le Peni në Francë, po ngrihet Lera Orbani se iku, i bëri 4 mandate. Çeki, Slovaki ti e di shumë mirë, janë ca vende që kanë vënë kufi vlla për këtë gjë, duan të ruajnë identitetin e tyre. Ky është debat. Dhe këto parti, nëse do vinë ditë pushtet, unë mendoj që ndoshta do ta thon publikisht të që ne po bëjmë sonte. Ndoshta do ta Dhe unë do i them e ka gabim. Çfarë lidhje ka kjo? Marsid, mbaroj se duhet të lexoj mesazh. Dhe prandaj citova. Kish problemi ti themi ne e ka gabim. Po më dhe unë do mbaj qëndrimin tim. Apo ne të bëjmë debat. Po pra jo, dhe unë Se më unë kam një vendi, e di kush është? Kaq naiv dhe delirant e di kush ne keni gabim. E di kush është vendi që e meriton këtë lloj gjë, Polonia. Ha? Që ta quash si arealin, si vendi i cili me të vërtet ortodoksinë e kishte sipër, protestantizmin poshtë dhe e ruajti katolicizmin në fanatizëm. Polonia është vendi i cili i mbrojt këto lloj vlerash me të vërtet. Po që s'do flasim. Polonia mos duhet në lagje e vogël ti, se është një nga vendet më të mëdha të Europës. Po të gjitha këto vende që përmend, ai konflikti i Sarkozys me Turqinë është gjithmonë për çështjen e mesdheut, asnjëherë s'ka qenë për çështje fetare. Mbushamendja. Unë ju ftoj të themi, mos ndoshta nuk e thon publikisht se e kanë dhe për këtë. Ja pa ta them, pra, ato kryqe që duhet të bëjmë, vlla. Është dhe kjo, vend. Arian, ta them ku është problemi i më mirë jo. Kjo pra është, unë jam duke fol, pra jam duke fol me nuanca. Dërsa ti nuk pranon nuancat në debat. Po pra, sepse unë nuk heq dorë nga identiteti im, po të them edhe një herë. Po kush ta të heqësh, po nuk po shtoj të pyetje, po isha naiv, nuk është ky debati. Sepse gjithmonë debati do shkoj hiqni dorë nga kjo që të merrni këtë. Nuk heqni dorë. Por sikur të na i thoshin këto do ishte perë. Po kanë kaq kohë, do i bin maskat, po thoshin, po nuk e thon. Po nuk e thon, pra këtu është, se po të thoshin këtu do ishte perë. Kadareja këtë të thot pra. Kadareja Kadareja këtë të thot pra. E ka hapë të debat Shqipëri. Po pra, Kadareja këtë të thot. Fut edhe zoti Artan Fuga në debat midis Qosës dhe çfarë thoshte ai Fuga zmatë qendrim? Jo, Fuga ishte me idenë që i përkaste më shumë identitetit evropian. A ishte më afër Kadares? Po, ishte më afër Kadares. Kam një këndvështrim. Sepse merrte edhe idenë e shkrimit, idenë e gjuhës, idenë. Përshëndetje nga njerëz inteligjent, ai doja fjalën Indrit. Ta thash përfundimin. Jo, Floget. Dy fjalë, o çan, dy fjali. Po. Kur ishte Skutoni, që ka ftuar në atë kohë zoti Çili në Uet, i cili gjithashtu është dhe besimtar kristian, dhe një nga Roger Scruton është filozof i konservator më i madh bashkëkohor, dhe gjithashtu një filozof tradicionalist. Dhe në një moment që e pyetën një nga miqtë e tij dhe ti e njeh, dhe që është i besimit musliman dhe që falet, tha, për mua Kurani është një nga librat më të bukur, po unë kam problemin me sheriatin. Pa do të thënë ai spanonte testamentin e vjetër, jo më kot ta fillova në atë lloj forme. Dhe tani me që, po se edhe ti tu desh një orë të futesh në debat. Jo më po do ta thosha që në fillim.
Përplasja është e testamentit tash, i ri dhe i vjetër, se s'po të kujtohet argumentit. Jo, e mbajmën që e the. Me po. zore Dhe shkruam. pranimi, jo, në thashë në fillim. Përplasja midis kujt? Midis Testamentit të ri. klubi krishterë dhe vendeve me shumicë islamike. Është përplasja që njëri grup do testamentin e ri, tjetri është testamenti i vjetër, pra rikthimi i testamentit vjetër. Kjo përplasje vazhdon të ekzistojë sot? Po. Atëre, Prandaj thash janë dy ekstremitet. mund të më thuash Shqipëria nëse hyn, kjo përplasje bie? E di kush Apo është vend aq i vogël sa nuk pierd njeri për 2 milionë njerëz? Sinqerisht është problemi i Se mund të jetë dhe kjo ore. Shumica dalin, shkojnë një të premte, ta them realisht, problemi e Shqipërisë është problem për ata. Sepse ata e ndjekin dhe e dinë që tradita tamam besimtare muslimane nuk është se zbatohet nga kjo masiviteti që dalin e figurojnë. Pra jo të gjithë ata që figurojnë besimtarë muslimane në census, ose në disa të dhëna, shkojnë 5 herë në xhami, mbajnë ato tradita. Po kjo foto që dori sot që është mbush bulevardi, valla. Po aty ka sa nuk flet shumë. Nuk do foto asgjë. Si ata bëjnë sikur ata nuk janë besimtarë, se unë besoj që ata janë besimtarë. Është islam liberal në Shqipëri. Unë zotri, e kupton sa njerëz ka aty apo jo? Po më. Po nuk është më flasin për 50 veta, as për 100 veta më. E di sa njerëz kishte sot atje më. E di se ku vazhdonte këtë pjesë. Dhe ta thash. Ëndra çdo politikani. Ore, po mos e kjo foto sot, vlla. Ti e kupton që s'do bëj afare debat? Ore, edhe një... Kur është kjo foto? S'ka një parti, s'ka një parti. S'ka një parti. Me simbole që s'ka një parti islamike. Ta hapim si debat, në qoftë se ka kaq besimtar, pse s'ka një parti me Siç nuk ka dhe një parti të krishterë, më. Po pse pra në qoftë se me demokracia kristiane, kristian-demokratët, si s'ke parti krishterë? Kemë parti. As quhet kristian-demokrate, demokracia kristiane. Ç'është kjo parti? Shoku Roko Kozalione. Po flasim për parti që, më fal, që të kenë rënë në terren, më, për kështu thua ti, për parti regjistruara. Mund të gjem dhe një parti kështu. Mund është ky Osmani, më duket, ke shik Osmanin, valla. Po, partia më duket që ka shumë të fortë ai. Po, partia. Këtë pjesën islamike, më duket e ka Osmani. Nuk e ka marr. Po, i ka shumë të forta. Ja ta gjeta. Ai mbas se quhen partia islamike, se është i zgjuar. Po të shohësh. Po pse e quhen demokracia kristiane dhe kristian-demokrate? Kush? Këto partitë e tjera. Manga Italia. Nikol Lesi ka pasur nuk. Problemi është që nuk pasqyrohet në terren pra, pra thua nuk ka përqafohet në terren. Dhe këtë po mundohemi 1 orë të themi. Çfarë themi? Feja është komponent dytësor dhe tretësor përpara identitetit kombëtar. Tani, kur ti e sjell fen, kur feja vjen si komponent parësor, kjo e prish gjithë lojën. Evropianët... Një pyetje unë, veç më kujtove. Feja ka ndonjë rol në kur u krijuan? Rol të jashtëzakonshëm. Po ti si ndan sot? Me çfarë mendje lehtësie më ndan thua? Arian, feja nuk ka rol në identitet, është nuk ka identitet fetar thua. Po pse sot jo? Të shqiptarët. Po pse të shqiptarët jo dhe të tjerë? Të shqiptarët. Ja këtë po të them. Po më fal, kur shef Macroni këtë foton, ç'a thot? Sill një brendje ulen në tavolinë të vendin apo pritjer? Ai kështu majti dokta se i ka votuar. Kur them Macroni, them Franca, por nuk them Macroni. Besoj se edhe Macroni duke njohur personazhin nuk i bën përshtypje fare, se po e mbushet. Macroni them Franca, more. A kur thua Franca duhet të ketë them kulturë, po pra e kam për te. Të shohim po erdhi Le Pen në pushtet. A pra? Ky është debati. Të shohim a do thot po. Kjo është faqe, na ndihmon, s'na ndihmon. Unë më fal për modestin, me modesti sot doja t'ju ftoja në një debat që ka të bëjë me të ardhmen, jo me të tashmen. E ardhmja, me të ardhmen e afërt. Se po na thonë që 2030 do jemi brenda. Ta mbaroj çik këtu tani. Qeveria modestisht duhet të fusë një element. Debati vazhdon i jashtë për shumë rrjet nga emisioni. Më vjen shumë mirë, shikon ti? E shikon Marsit? Pra nuk gaboj intuita vllaj. Ha? Modestisht ti sot ke qenë sofist i papa. Modestisht do ishte një nga avokatët më të mirë. Ndërkohë kam bërë një gafë të madhe. Se nga që jam vetëm nuk kam asnjë mbështetës, përveç Flogertit që më mbështet, po jo kam në kuptimin tim. Po Flogerti bravo, patëm. Mos na ndoj ania. Nga që jam vetëm dhe u mundova të kap kohën time se ma minit ju, e kupton? Të merr. Modestisht duhet të fus sot Indrit një element të ri në diskutimin tuaj. Qeveritë aktuale në Berlin dhe në Paris publikisht janë pro-myslimane nëpërmjet ideologjisë së diversitetit që ata e shtyn përpara me zell të papartë. Ama kur Shqipëria të jetë gati për të antarësuar pa disa vitesh, në Paris dhe në Berlin do të jenë ndoshta parti anti-islamike në pushtet. Si bëhet në këtë rast? Tash i themi diçka. Janë parti anti-islamike të shpallura, këto PD-ja, Le Peni, flasim për Gjermaninë, Francën që janë kryesore, ë? Le ta ndihmojmë pak me histori këtë për të... Jo me histori. Ma të bëhemi modern. Të merrej me tani. Le ta ndihmojmë tash, jo ta shpjegojmë me histori. Dakor, po nuk do na ndjekin njerëz. Ka diçka të bukur ai Xhvejku që thotë ideologjitë janë ngajherë mbështjellëse të interesave politike. Në këtë rast edhe feja është mbështjellëse interesave politike, varet çfarë interesash ka.
30 sekonda. Kur Anglia u bërë protestante, gjithë Europa i izoloi. Dhe çfarë bëri Elizabeta parë? Çoi njerëz tek sultani në Stamboll, tha, ja bëjmë aleancë, ndërtoi dhe një ekip për gjetur të përbashkëtat midis Biblës dhe Kuranit. Pra hajde ndërtojmë një platformë tani që ne themi që nuk jemi më kundërshtar, Nëse ka gabim. nuk e kam gabim. Nuk jemi më kundërshtar, dhe por ne mund të gjejmë pika të përbashkëta në dy fetë tona, të cilat do të legjitimojnë pastaj interesat politike që kemi ne me njëri tjetrin, sepse në atë kohë Britania ishte e izoluar. Edhe sot varet se çfarë interesash ekonomike, politike, të ndërlidhjes në shërbime dhe nevojash kanë ata për ty, që pastaj të t'japin edhe diçka që të kesh ti nevojë për ata. Pra varet çfarë lloj rrjeti dhe çfarë lloj, po them, të përdor një term, vasaliteti krijohet, që ti të jesh i domosdoshëm në projektin rajonal. Nëse ti bësh i domosdoshëm në projektin rajonal, të del këtu Islami i mirë dhe i bukur dhe i qytetruar, se ta bëjnë ata vetë, në vërtet kemi... E krijojnë ata narrativën, thodi. Po pra, në qoftë se ti nuk i rri çështjes së interesave dhe të marrëdhënies së interesave politike, që ata kërkojnë si në publik, po si në privat, në takimet me diplomat ose në takimet e shërbimeve, ta nxjin ata edhe nëse ti je mirë, të nxjerrin njolla dhe gjëra tjera ku të bëjnë të kesh inat vetën. Pra, e gjitha çfarë bëm ne, është e bukur për të ushqyer një debat dhe për të nxitur debatin, pra siç kërkoni ju me të drejtë nga... Jo, debati ndërkohë shoqëri ekziston. Pa ndikon. Ne thjesht puna është, a e transmetojmë dhe ne këtu apo jo? Pra për ta ushqyer atë që ekziston. Mirë po, në anën politike, me qenë se po flasim dhe politikisht, kjo nuk ka ndonjë vlerë parsore. Ta shohim se çfarë marrëdhëniesh do të krijojë Shqipëria me Francën dhe me Gjermaninë, çfarë do të marrë dhe çfarë do të jap, cili do të jetë pakti afatgjatë me këto dy shtete, dhe kjo e vendos a do të jemi ne pjesë e BE-s apo nuk do të jemi pjesë e BE-s. Nëse ne gjejmë një pakt të mirë politik, ata vetë do t'ju thonë popujve të tyre me propagandë që shiko shqiptarët janë ndryshe. Nëse ne nuk gjejmë pakt politik, pastaj jemi të nxirë dhe do të na sulmojnë vetë ose do të na izolojnë vetë. Pra, është gjithçka në interesin politik, ekonomik, të sigurisë dhe të shërbimeve. Pra në këtë rast thua ti, debati që kemi ne sot, pra kjo pjesa e Islamit, është thjesht gjete fiku apo jo? Është debat mbi formën dhe jo mbi thelbin dhe përmbajtjen. Pra ne duhet shohim ku janë interesat politike. Pse ta kërkon krimin organizuar? Çfarë feje ka? Kërkoj që forma është e vetë për përmbajtje sot, o? Jo. Çfarë feje ka krimi organizuar? Ai thotë hiqe krimin organizuar se mshet informacion. Nëse do të futet në strukturë, nëse ti do të futesh në strukturat e mia dhe ke krimin në shtet, unë dyshoj që krimi mshet informacion. Pra du njerëz partner dhe njerëz që të jenë të trajnuar ose të skeduar nga ana e shërbimeve të përbashkëta. Edhe në rastin e fesë është dytësore. Pra kanë hallet të tjera në çështjet e krimit dhe të institucioneve dhe të ekonomisë. Me leje? Ta mbyllemi? Okej. Po, jo më nuk e... Religioni ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë identitet kulturor, vazhdon filozofi. E të bëj politik, gjithmonë, thot. Hap klapat, nuk është politik, vetëm ajo partjake, kujdes. Orë dhe flamujt, Ore, edhe flamujt. Se ore, thot po. Dhe flamujt e shteteve janë element kulturës. A janë shumë syresh produkte religioze? Shiko vetëm emrat e personazheve të telenovelave turke që po u vënë fëmijëve sot, thot. Invazion kulturor si sot nuk ka ndodhur as në 500 vjetët e pushtimit otoman. Janë mbështjellje apo janë? Prit një sekond. Sebi sot po më zhgënjen. Shumë rënd. Problemi është e kartolina që ne dërgojmë në Europë. Nuk po merret askush në studio me kartolinë. Është kompleks kartolina në Europë. Na ndjek ai se Po na ndjek. unë për kartolinën... E ka çuar në 23-26 po na ndjek. Po për kartolinën e shkret fola pra, që thash, ata legenat do e grisin këtë kartolinë dhe neve me gjithë të. të. Duke kërë mesazhi se s'ka qenë dakord me Sebin. Janë zhgënjur fansat me Sebin, po. Qartë. Unë mendoj se kur e ke emrin Kadri dhe merr 400 euro rrog, je personi pa pëlqyer dhe je një musliman i cili je i poshtër dhe mund bëhesh ekstremist. Kur e ke emrin Kadri dhe ke 30 milion euro për t'investuar, ti jo vetëm që je një burr i mirë, po je dhe një investitor serios që me ty mund bashkëpunohet. Nuk është ky debati sot. Në këtë... Apo vari, hajde. Jo, po pra se ky... Ta heqim titullin nga ekrani. Jo, ky është debati. Po s'është ky debati. Si ky është debati? Tani ky edhe më ashtu mua tani, kupton? Se unë drejtoj emisionin. Nuk është ky debati sot, janë të kishin apo të mirë muslimanë. Kjo çmenduri që po bën ti më seve, kupton ku po e çon debatin? Ndërkohë që nuk shtrohet fare kjo pyetje.
Ne po flasim për diferenca kulturore. Pikrisht, Më fal, kulturore mes Shqipërisë dhe një klubi të krishterë, që nuk është thonjë se të Kjo krishterë. diferencë do të diferencoj, do na lërë jashtë. Jean Monnet ka thënë që është bashkim. Si nuk biesh Nuk të ka vetë thua, po që mos thua kaq më merresh, kohë që them, muslimanët janë kështu. Kam kaq A jenë Terezia po jo? Kam kaq kohë që Po them pse se nuk atëherë ka, nuk pse ka fut të kadriu me lekë asnjë diferencë nuk ka. Pse fut kadriu me lekë pa lekë? Pse fut kadriu me lekë pa lekë? Pse fut kadriu me lekë pa lekë? Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë diferencë. Asnjë. Takomi gjeje. Jo, mos e mbyllet jo. Tani kujtova, një sekond, stop. Kush është ai? Shokujt. Lera Masë nuk e kupton njerëz. U kënaqën sot në dritë. Unë them të vazhdojmë debat. Dëgjoj, ju falenderoj shumë për gjitha Marsit. U kënaqa shumë sot. U futa pak në rol, bëra rëmujaxhiun vet, sepse doja të provokoja debatin jo në studio, po poshtë në shoqëri. Pa fund debati. Do hyjmë tani të shohim se ç'bëhet në rrjetet sociale. Vetëm unë pas kam qenë pa rol sonte këtu. Edhe ti më por pse? Unë s'u futa në rol. Unë kur them që u futa në rol, ja futur unë rol, jo juare. Jo, them vetëm unë pas kam qenë pa rol. Nuk ti kishe rol, pra. Ti e thetrosh, pra. Ta sot historinë e prekëm edhe. Kalon si Çani. Tani Më e di që thonë njerëzit vazhdo mos mbyllë Tani emisionin, ndiqeni- vajte ora 1:30. tani ndiqeni debatin në rrjet në heshtje. Po jo, po prit njerë. Prit. Se e di unë atë, po ti do harrosh një detaj, po se thashun. Ajo di, kujton se harroj heshtjen unë. Është ere para i ndritit. Mos harroj di që pas heshtjes plak, futet zakonisht pas i mbyllin e që mbyllin kote fundit, futet Samsoni, apo jo? Apo jo? Edhe la vita bella, po. Jo, s'është la vita kontinua. Prandaj. Jo, plak, jo. Ke këngën e famshme sot se është momenti nga debati. Tani unë do bëj si sebi, do bëj shift, të papar. Provokim papar. Po, Ledio, po, ti e ke. Një këngë që nuk e ka dëgjuar njeri, ka rrezik vetëm i ndriti e di. Tini Një ty. këngë brillante shqiptare, vlla. Si patriot shqiptar që jam, që do jap jetën për këtë vend, të mos për Kosovën. Ka rrezik kënga është kosovare. Jo? Nga dialekti duken kosovare, ata. Është perl, i ndrit. T'ja u lët surpriza, ta shikoni? E ke Ledio? Dhe nga ndi plaf gucirë, zhaj, mund të Patjetër, kalosh. po. E ke, bravo, je madh. Nuk është me imazhe, është një foto dhe keni vetëm fjalët e këngës poshtë Marsit. Do ndiheni, tani shiko, ata që janë mysliman të vërtet, që janë rikthyer fort në islam, që janë rikthyer që na, ata sigurisht mund të ndihen pak keq. Se shuit të rritë shumë Bajrami sot nuk u bët e Skënderbeu, ikën Kasapi, zvajnë të Kasapi, që i ka tmeruar ata. Skënderbeu ka vrarë Venecian të Arjan. Po ka vrarë dhe këta pra. Edhe për ta ka qenë Jo Kasap. këta, Turqit, jo këta. Po këta që luftonin bashkë me turqit. Ku kanë luftuar këta me Turqit? Pa fund. Këta? Kush ta? Këta, Po jo këta, musliman. më pararë se këtyre më burë. S'kanë luftuar, pararësit e tyre kanë qenë me Skënderbeun. Urdho? Pararësit e këtyre që falin sot në shesh, kanë qenë me Skënderbeun. Po këtë do të thënë fillim? O, Pararësit e këtyre që falin në shesh kanë qenë me Skënderbeun, jo me Turqit. dhe tani E kemi gabim. Ore, jam dakord, pa, dhe tani shkonin falen atje. Falen Zotit. Po pra. Skënderbeu ka luftuar shumë kundër otomanëve, apo jo? Po pra, këta nuk janë otomanë, janë shqiptarë. Aha. Shqiptarët krishte, po, bravo. Qartë. Hajde të gënjejmë, vazhdojmë gënjejmë akoma. Jo gënjejmë, janë shqiptarë. Otomani, Allah dhe pikë. Kush janë Tani, otoman? Po, këtu në Prizren gjithandej. Tani, Asë Prizrenës, po, kjo është e vërteta. Vazhdoni hipokrizi. E bëjmë debatin- Roni në hipokrizi, vlla. Gjymnaz nuk duhet të vdisin hipokrizi. Tani, vlla, kulturalisht, jo si e kanë emrin, kulturalisht po flas. Erzat, vlla. Erzat është element shumë i rëndësishëm. s'është. Po lere tani, mos të lutem, mos më lere se jam mirë sot, jam politikisht mirë, të lutem i ndrit. Tani, vlla, këtu te kjo, që të thoshe Ledio? Kënga pra, që është vetëm me Alp, tekst. Alp. Po, tani i ndrit për herë të parë ta kemi në arkiv, vlla, se janë për arkiv të gjitha këto. Ne do të mbyllim sot emisionin me heshtje. Po pse me heshti, për fjallën e lirë? Fare, jo. Okej. Sepse heshtja e ndrit, të lutem, dhe mos kërko debat gjithandej kur s'ka. Jo, okej. Flet më shumë pas here se fjalët. A i ke vendosë si standard? Nuk filloj sot, jo. Okej. Bëhet çdo emision. Po me që ti e për herë të parë, dje bëri Sebi ishte shumë bukur dje në ashtu, Marsit vinte pak për qeshur, Flogertit më shumë, sot do jemi të gjithë, të shohim si do e... Se të lutem përqendrohu pak. Mbështetu që mos më... E mbyllim Ledio me heshtje. Dhe ti e di që heshtja nga ndonjëherë flet më shumë. Edhe me të zeza. Fillojmë Ledio.